Shqiptarëve të Mitrovicës u pëlqeu lajmi se amerikanët do të marrin komandën në veri të Kosovës. Ky vendim sipas tyre është shumë domethënës në kohën kur parashihet të ketë bisedime me Serbinë. Prezenca e amerikanëve do të thotë që asnjë pazar këtu nuk do të mund të bëhet pa vullnetin e amerikanëve. Spahiu thot se prania e amerikanëve do t'i motivojë edhe komandantët e stacioneve policore në veri që të luftonin kriminalitetin. Efektin motivues e thekson edhe koordinatori për implementimin e strategjisë për veriun, Ylber Hysa. Marrja e një roli më të madh e faktorit amerikan atje me siguri mund të ketë edhe një aspekt psikologjik stabilizues, po për palën shqiptare, por si duhet parë brenda planeve të KFOR-it. E banorët kanë mendime të ndryshme rreth këtij lajmi. Amerikanët i kemë miq dëshmuar. Gjithmonë gjithë do t'i kemë, po dhe francezët ju ndëshmu se janë miq të mirë për neve. Besoj që më mirë është amerikanë, po nuk e di. Më që më mirë është atë që vinë, se francezët s'kan punu diçka. Francezët me gjithë atë nuk i kanë ndedhë mend, edhe pjesën e veriut e dimi që gjithë që e kanë lënë që kanë lënë në mëshirë të Kosovës, edhe në mëshirë të Serbisë. Dashur tash amerikanët? Amerikanët besoj që shumë më mirë kanë me punu. Ndryshe analistët, por edhe qytetarët, kërkojnë nga faktori vendor që të përkushtohet më shumë në bashkimin e qytetit, sidomos tani kur në zonë janë edhe amerikanët.